Josefin Marku dhe Loredana Brati ishin ndër çiftet më të përfolura të edicionit të fundit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Marrëdhënia e tyre brenda shtëpisë u karakterizua nga ndarje dhe ribashkime, emocione të forta dhe situata të papritura që mbajtën vëmendjen e publikut të ngjitur pas tyre. Edhe pse reality show ka përfunduar prej disa javësh, interesimi për dinamikën e këtij çifti nuk është zbehur. Të dy ish-banorët kanë lënë të kuptohet se nuk i kanë vënë kufi marrëdhënies së tyre dhe po i lënë gjëra të rrjedhin natyrshëm. Por në rrjetet sociale po qarkullon së fundmi një video që ka nxitur sërish spekulime. Në pamjet e publikuara, Josefin Marku shihet duke performuar në një nga klubet e Tiranës kur papritur një vajzë ngjitet në skenë dhe e përqafon atë ngrohtësisht. Të dy shkëmbejnë disa fjalë dhe buzëqeshje, ndërsa të pranishmit reagojnë në brohorima. Shumë nga fansat mendojnë se vajza në fjalë mund të jetë e dashura e Josit aktuale, pasi që ka hequr dorë nga Loredana Brati. Dhe këtë gjë e faktojmë me heqjen e Loredanës nga Instagrami i Josit, ndërsa Loredana nga ana tjetër vazhdon të publikojë foto dhe video me këngët e reja të Josit. Se çfarë po ndodh me ta, mbetet akoma e fshehtë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.